Ditën e sotme Luizi Beri të ditur gjendjen e Gjysh Veliut i cili prej kohësh nuk kishte dalë e nuk ishte takuar me dhëndrin me të mire Luizin. Gjysh Veliu ka pas herë shqetësime me shëndetin dhe nuk është dukur me ne media as pranë mbesës së tij Kiarës dhe stërmbesës së tij Lunushit. Kujtojmë se Gjysh Veliu është një person pozitiv i urtë dhe gazmor. Ai është shfaqur shpesh duke drekuar me Luizin Kiarën e Lunushin, por edhe me prindrit e Kiarës. Gjysh Veliu kohët e fundit nuk ka qenë mirë me shëndet. Ai ka qenë i shtruar në spital për një kohë të gjatë në mënyrë të herë pas hershme. Ai kryen vizita, por gjendja e tij tashme duket se është përmirësuar dhe Gjysh Veliu do t'i kthehet jetës në normalitet. Kujtojmë se Gjysh Veliu ka dalë nëpër intervista ku dhe ka folur e është mburur me mbesën e tij Kiarën dhe me dhëndrin Luiz që e ka cilësuar si dhëndrime të mire. Ai luan e i këndon lunes së bashku me Luizin dhe për çudi ata kanë një marrëdhënie shumë të fortë me njëri tjetrin. Luizi e viziton shpesh e merr me makinë dhe e kon për kafe. Kiara dhe Lunushi Mezi po presin ta takojnë Gjysh Veliun dhe ne u gëzuam shumë që Gjysh Veliu tashme është mirë dhe po i kthehet normalitetit dhe rutinës së përditshme me të ftohur koha. Problemet shëndetësore të njerëzit e moshës së tretë shfaqen. Kjo është një arsye që duhet të bëjnë kujdes sepse i ftohti është një faktor plus që indikon në aktivizimin e problemeve shëndetësore. Nëse Gjysh Veliu do takoj Lunushin me siguri ka për t'i kënduar këngë bashkë me babi Luizin siç bëjnë gjithmonë. Ne i urojmë Gjysh Veliut të shkuara të jetë mirë me shëndet edhe dalë sa më shpejt nga spitali ku po rehabilitohet dhe urojmë që marrëdhënia e Luizit me Gjysh Veliun të jetë kaq e fortë gjithnjë. Për të rejat më të fundit nga politika, bota, sporti, showbizi, horoskopi, mjekësi, automjete, dokumentare, çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe. Ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh. Faleminderit nga stafi i personazh.